Shpes shpeta. Përshëndetje. Ua. Një sekund. Ua. Ua e di. Nikol, të lexojmë të... Po, cili është emri i vërtetë në të fituesit të çmimit Nobel për paqe? Një sekond. Ka një emër shumë shqiptar. Çfarë produkti ishim marrë dhe që si zamratuar për prospektit? Karamele? Bombone, karamele? Kush e shkroi Iliadën dhe Odisejn? Jo, prit, Shakespeare-i, Polena ndoshta, me të vërtet Polena, Shakespeare-i. Sa vjetë zgjatë një mandat prezidencial në Shqipëri? 4 vite? Cili është lumi më i gjatë në Shqipëri? Drini? Lumi i Drinit? Cila stiliste franceze është pikëfustarin e zi të shkurtër dhe 7. Nikol, leco pyetjet. Po, dhe më falë, drejtori sportiv i Milanit është shqiptari... Wow, më falë, këtë nuk e di. Jam out, më falë. Në cilin vit u shpa pavarësia e Kosovës? 2008. Luan aktualisht në Sunderlandin në Angli, kapiteni i kombëtarës së Zvicrës me origjinë shqiptare. Një sekund. S'po më vijnë emrat. Kush e ka shkruar poemën Lahuta e Malësisë? Pas, nuk dua të lënam. Sa shtete ka Shëbaja. Se 7. Cili shkencëtar me origjinë shqiptare fitoi çmimin Nobel në mjekësi në vitin 1998? Lashnam. Cila markë luksoze franceze njihet për çantat Birkin dhe Hermes? Dhe Kelly, më falë. Cili balerin shqiptar u bë i famshëm në Itali përmes programeve televizive Amici? Fizi. Pas. Marsi. Cili planet njihet si planeti i kuq? Cila këngëtare e lindur në Prishtinë ka fituar disa çmime Grammy dhe njihet për hitet New Rules, Levitating, Dua Lipa? Cila markë italiane ka si logo kokën e Meduzës? Versace? 10. Sa vite ka? Një shekull 10. Më falë se stresi, presioni now. Cili stilist spanjoll njihet për këpucët me tapak të kuq? Louboutin? Kush e luan rolin kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymëzuar nga moda? Me emrat jam skandal, pas, më falni. Cila këngëtare ka shkruar këngën The Monster për Eminem dhe Rihanna?
Personazhi i prallave që veshi këpucë kristali Hirushja. Kush janë dy vëllezër shqiptarë që u përballën me njëri tjetrin në Euro 2016 duke luajtur për kombëtare të ndryshme Shqipëri dhe Zvicër. Ani jam shtmerr me emrat. Në Azi. Artistja e famshme amerikane që interpretoi këngën Diamonds Are a Girl's Best Friend duke bërë ikon e stilit Marilyn Monroe. Pikturë e famshme Leonardo da Vinci Mona Lisa. Cili film i vitit 2023 shkaktoi një trend global të modës me ngjyrë roz. Barbie. Kush ishte mbretëresha e Egjiptit e lashtë e famshme për Romën, Kleopatra? Cila ditë e vitit njihet si dita e gënjeshtrave, 1 prilli? Cili sport njihet ndryshe si tenisi i tavolinave? Ping pong. Perimja që i bën njerëzit të qajnë kur e presin qepa. Njësia monetare, monedha zyrtare anglisë, pound. Kush është autori i romanit Generali i ushtrisë së vdekur? Nuk e kam lexuar këtë. Më vjen keq, më falni. Kombëtarja shqiptare e futbollit kualifikuar për herë të parë në cilin kampionat evropian, në cilin Champions League, Euroleague, ndoshta? Euroleague? Në vitin 2025 u shpall zyrtarisht pasuria trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO-s, cili instrument muzikor që përdoret në veri të 12. Lexoje me zë. Cili vend njihet për shpikjen e picës, Italia? Cila kafshë njihet si mbreti i xhunglës, Luani? Cili është kryeqyteti i Japonisë, Tokyo? Çfarë do të thotë shkurtësia AI, artificial intelligence, inteligencë artificiale? Cili është mali më i lartë në Shqipëri? Mali i Dajtit, do thoja tani, që me shumë siguri jam gabim. Eposi shqiptar njihet si eposi i... Më vjen keq. Për vetën time. Cili shtet ka fituar më shumë kupa bote në futboll? Gjermania. Njëherë në sa vjet bëhen zgjedhjet parlamentare në Shqipëri? Njëherë në 4 vite. Në cilin qytet ndodhet Muzeu i Louvrit? Ndodhet në Paris. Sa ngjyra ka flamur Gjermanisë, 4 ngjyra. Cila xudiste nga Kosova fitoi medaljen e parë të artë olimpike për vendin e saj në Rio 2016? Më vjen keq. Sa lojtar ka një ekip volejbolli në fushë? 5.